Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Shkodrës e proceduan në gjendje të lirë 30-vjeçarin me inicialet AL, i cili dyshohet se u vetplagos me armë zjarri një ditë më parë. Dosja hetimore i kaloi prokurorisë për veprat penale të mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit dhe prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve të gjuetisë dhe sportive, pasi dyshohet se posedonte pa leje një pushkë pneumatike sportive, 12 kapsolla detonator, municion luftarak dhe armën e zjarrit automatik me të cilin tentoi të vetvritej, që u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 30-vjeçari ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë, nën kujdesin e bluzave të bardha. Ndërkohë, në 24 orët e fundit, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 34-vjeçar me inicialet DL banues në Bushat, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve proceduan në gjendje të lirë një 23-vjeçar me inicialet TV, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e forcës Shqiponia i gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis. Kjo e fundit u sekuestrua si provë materiale. Ndërkohë, një 19-vjeçar u procedua së bashku me një tjetër 17-vjeçar, pasi dyshohet se kanë hedhur sende të forta në drejtim të tifozëve gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit Vllaznia Elbasani. Specialistët për hetimin e krimeve në policinë e Shkodrës referuan materialet në prokurori për vlerësim për disa raste, pasi një 57-vjeçar ka kallëzuar se një 66-vjeçar banues në Shtojtëri i ka shëmbur murin e një objekti magazin me pretendimin se është prona e tij. Ndërkohë, një 46-vjeçar është paraqitur në spitalin e Shkodrës me dëmtime në trup, ku ka deklaruar se është rrëzuar nga biçikleta, por për këtë rast po verifikohet, bëjnë me dje burime policore, ndërsa po në spital një ditë më parë është paraqitur në gjendje të rëndë dhe një 31-vjeçar që dyshohet se ka konsumuar sasi të madhe të pijes alkolike, edhe për këtë rast po punohet për verifikimin e tij. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme për rastet e sipërpërmendura.